Kryetari i Bashkisë Lezhë, Pierre Indreu, ka vijuar me publikimin e investimeve që sipas tij po realizohen në njësitë administrative, duke ndarë këtë herë pamjen nga punimet në Zejmen. Indreu bën të ditur se në lagjen Sera po rikualifikohen rreth 1.6 kilometra rrugë, një investim që sipas tij ishte prej kohësh i kërkuar nga banorët e zonës. Në reagimin e tij, kreu i bashkisë shpreh se puna në terren është përgjigjja më e mirë ndaj kritikëve, ndërsa shton se falënderime për investimet po merren nga qytetarë të çdo bindje politike, përfshirë edhe mbështetës të Partisë Demokratike. Vazhdojmë me punimet në terren, rruga e Serave. Pra, ky është një proces cilin ne siç e shikoni kemi marrë seriozisht dhe po e marrim zonën me sistem duke investuar rrugët kryesore që janë arterje ku kapen shumë shtëpia dhe aksesojnë një lagje tonë ku edhe banorët të gjithë normalisht kanë arsye të gëzohen, sepse më në fund ne jemi prezent dhe kur jemi prezent dihet se ka punë ka marrë. Kryebashkiaku i Lezhës e mbyll mesazhin me një citim të Thomas Jefferson: "Kam zbuluar se sa më shumë punoj, aq më shumë fat kam."